perëndimi në fakt ishte pa drejtë. Zoti Rama nuk shkon në Kosovë për të mbrojtur Hashim Thaqin dhe i komandant të UÇK-s. Sigurisht e bën atë në funksion të një marrëdhënie me Kosovën, por ajo që intereson më shumë në atë që bën është për t'u treguar shqiptarëve që kjo drejtësi ndërkombëtare, këta prokurorë, këta janë të papërgjegjshëm. Pat sot ai nxori sot një sekret, nuk e di më është i vërtet në fakt, por edhe nëse do të ishte i vërtet, nuk mund të thuhet përderisa personi i parë, në vetë të parë nuk e ka thënë asnjëherë, sekretin e bastisjes dhe kërcënimit të presidentes, e nxori atë për të treguar që këta prokurorë ndërkombëtarë, këta janë të çmendur. Drejtësia që vjen nga ndërkombëtarët, lajthit, merr pushtet, super pushtet që nuk mund, që ne duhet ta kontrollojmë, nuk mund ta lëmë ne kështu, Domethënë ne gjykatën speciale gjithë këto duhet i shkatrojmë tani sepse kjo drejtësi po del jashtë kontrollit. Ajo nuk është për Kosovën, sepse Rama nuk ka frikë nga gjykata speciale e Kosovës. Ajo që ka frikë Rama është spaku dhe gjykkoja në Shqipëri. Ai kërkon që të bindë shqiptarët që jo çdo gjë që vjen nga perëndimi është në të mirën tonë dhe madje është edhe në të keqen tonë. Dhe sidomos këto gjërat që ky kundërshton si garant i drejtësisë, siç ka thënë që sa të jetë ky gjallë do bëhet drejtësi në Shqipëri, këto gjëra janë ato që duhen ndaluar, do të vënë barriera nëpërmjet ligjeve dhe kushtetutës. Dhe kjo është arsyeja sot që ai përdori një sekret shtetëror që i quajti, për të goditur prokurorët e ndërkombëtare, gjykatës speciale, pra gjykatës speciale të Kosovës. Ai e përdori këtë për arsyet e veta, jo për ata që të shkretët që janë atje dhe rrezikojnë të dënohen ai shumë, duke e mbrojtur Kosovën, jo duke e shitur Kosovën për pespare, ashtu siç tentoi Rama dhe ata e penguan dhe ata, dhe Hashim Thaçi e pengoi. Dhe pas Hashimit pastaj gjithë tjerët, kur ai me Vučićin u fut për ta futur në Ballkan në hapur etj. Po. Saktësisht. Po, kishte diçka për ta përmbyllur se më duk se kur të ndërpreva apo? Jo, duhet të them që kjo është fushat, pra varja në Kosovë për e Ramës ishte në kuadrin e një fushate, sot ai ishte ditën e fushatës antidrejtësisë ndërkombëtare. Anti-SPAK, anti-GJK dhe anti-gjykatë speciale. Dhe Kosova ishte një mjet më i bukur për të krijuar simbolikën e drejtësisë së keqe ndërkombëtare